Kështu që ti vajzë dashur ke dashur më shumë lojë se sa Gimbo, se edhe kur ti qenë në nominim, ti s'ke bërë asnjë gjë për Gimbon. Për Gimbon, po. Dhe je kujtu. Po ju çfarë keni bërë për njëri tjetrin? Jeni puth. Ta them unë. Ti je kujtu kur u mbyll televotimi, momenti që sa mbyll, ti u kujtove Sulmosh Mateon dhe Brikenën. Jo, s'është vërtet. Po, e ke bën praj. Okej, mbarove. Nëse do t'intereson ta shumë Gimbo. Piko për se ke thënë 7 tema, vej Piko bu. Mund ta kishe bë para. Nëse se pas ke para mendu. Mateo, ambarove. Kishe më para, jo në prime, për sy e faqe, më duk para publikut që po luftojë për Gimbon. Po pra. Mbarove. Tani, mendimi jot, mendimi im është, po ta kisha vënë Gimbon në lojë, Gimbo do ishte këtu siç e ti me Brikenën. 1. E dyta, po krahason dy situata të butonit që kanë bajt. Ama Mateo, po dëgjoj pra se e ambarove, dëgjoj. Po krahason dy situata të butonit dhe të fjalisë aty. Edhe dy situata, pra ato dy situata kanë bajt përgjithësi. Edhe dy situata të tjera. Po prit o Mateo të mbaroj. Po prit të mbaroj. Po pse s'të pëlqen o burr? Po pse s'të pëlqen? Dëgjoj deri në fund. Jo, nuk është bashkëbisedim. Ti unë kur do të rpres ty ti e vazhdon mendimin tënd. Nuk është bashkëbisedim, është frika jote për të dëgjuar të vërtetën. Nuk është bashkëbisedim. Mateo, jam në sikletet e mia si femër, edhe acarova më shpejt se sa zakonisht. O dëgjo, ose kur nuk je verdis djali dashur mos hap temën. Ose bëj një debat konstruktiv, ose jo nuk është bashkëbisedim. Ti të mbash një gjëra drejt, unë të dëgjoj dhe kur flasun ti të ndërpresësh. O të dëgjosh edhe ti, ose kur nuk intereson që me të drejt nuk mund të të interesoj, atëherë dëgjoj kur ta mbaron se ka mbaruar. Ti po krahason dy situata me Gimbon, edhe dy të tjera 4, që unë pas kam bërë tmerrin e Zotit dhe pas kam vënë Gimbon në lojë, me 24 prime që ju të dy, gjitha e klipi që pam atje, kanë qenë 24 prime të tëra që janë trajtu situatë. Tani ti pse po më tërheq mu kur ti e din mendimin tim për marrëdhënien dhe që marrëdhënia është trajtu në lojë. Nuk kam thënë është për lojë, po është trajtu në lojë. Tash më le rahat mua aty, po marr rrezë dielli, mos më thuj mu Gimbo, se kishte qenë Gimbo pjesë e lojës sime, ishte Gimbo këtu me ne siç e ti me atë zonjën atje. Okej. Jo, s'po du përgjigje, dash mendimin tim. Nuk dua përgjigje, dash mendimin tim. Nuk dua. Neve kemi akuzuar Inën, s'është fut Ina mbas Kesit edhe Stelinës, po ti ke bërë i pari që e fut mbas Brikenës. Do të thonë për një situatë që ne kemi akuzuar Inën dhe Stelinën, ti ke bërë i pari këtu brenda. O Stelin, ke qenë këtu me mua. Mateo, dash mendim, nuk dash pyetje. Nuk dua ta vazhdoj. Dash mendim. Tani jo Gimbo, ose do e respektosh si shok, ose për hipokrizitë tua. Në lojë do ta përmendesh. Se kundërshon ti nga ky, mas i vot. Gimbo, ose respektosh si shok, ose për të mbrojtur veten tatë në lojë, nuk do ta përmendesh sa herë të interesoj, sepse nuk ndryshon në asnjë pikë nga Rogerti. Je po i njëjti, o shoku i ngushtë. Mua Gimbo fërkoj shpatulat, nuk ndryshon në asnjë pikë nga Rogerti dhe nga Miri. Njësoj e përmend Rogerti dhe Miri. Gimbo njësoj e përmend ti. Unë pranoj faktin, unë pranoj, po kish pranon gjë. Ky do më dali pasë me Gimbo. O Mateo je hipokrit, ke frikë. Po çka më çik këtu më? Mateo je djalë hipokrit, I'm sorry for you.